E ka shtru këtu, tavolinën. Dhe që thonë mua bëjti më si asë për musafir. Dhe i tha mune ane. Shumë në koment, busni. Lenti, komentuesi i parë në këtë video. Faleminderit shumë në shkoment që ke komentu i parë. Edhe nëse do që emri jot me dalë qështu si i lentit, atëherë komentoj i parë në këtë video. Edhe video në radhës, fiton shotout. Shire vlog. Pak relaksima, edhe pse është verë, po apet për ta shjat zjarë min kamerë të qysh ta jep një ndjesi interesanta. Që është fenona në pi kafe, edhe let's go. Çka kemi bu për Kurban Bayram? Emision. Çfarë emisioni? Të gjamia për Kurban Bayramit. Po së saoti. Saoti, për të i saboj. Më së bajta. E shka kemi thonë të ti? Kull hua Allahin edhe elhamdulillah. A i kemë su? Po. Pambe? Wallah. E të shko për sërit e mami, sake. Kinga be. Mos e konë shkuri në apet kingi, edhe subscribe, bani edhe like. Edhe mos harroni për Hamza TV-n, bani like e subscribe. Jam të futur një doktor edhe po pitoj me shku vetë halimi. Jo, be, shku të shpije. Bye bye. Ajde, ja që ka mona dhe ma allës, emision për Kurban Bayram. O, kemi jena rrugës për të maj madhe i ven, për të Matina Dental Clinic, por në ndërkohë ka me patu dhe shumë surpriza, sa i përket me Matina. Një rraldër. Semafori kuq. Shumë vanot të semafor, për më bojëshin. 2,000 years later. Do të menua templatein 2,000 years later. Dhe sa u shtu semafori. O, gjuja, papu, dhe... Sa u shtu semafori dhe s'ka mona. U dash me prit... Shumë. Vot tash, shpëna në të Matina, e rikugojna dhëmbin. Edhe vazhdojna via ka shpia, edhe me zuskina tjera. Edhe sot del video e rej. Një video që këmbu remake. Që, hajde shkojnë. E kryta, po valla. Kryta normal se janë kinga të, se e përkesoj kënë. E tash në të më kështu të shpia, në ashtë asë janë të folë që të fritë se jam i primë, po, që të që tjetë apet, jam e vazhdu në me vlog, s'ke me në. Se që like, subscribe, edhe në shkoj. Duhet më gut me shku me falë drejkën, të vajdoj. Pazari full, me zinë me hejtë. A e keni bo like foto në Instagram, be te Matinave. Do të me bo like be qatë fotove, oti. Hajde bëjnë me like në Instagram të Hamza Viti Shqipes. Kema famulli, tash edhe pak i kam ushtrimët mirë, po nuk kam ushtru sot, kam e pushu, për si se i kena vot da pun ka shpia. Në thamë këton, edhe tash më ljohët ma shumë, pushoj nesër dita rejna po kebe. Kena me qëzua vlogin edhe në më ushtru. Besa ka dërë video, është ju përqi shumë, përnderi për supportin. Love you! Me më njësi njerës, sot është dita e ty, edhe... Dje, për këtë dilli, sot, në Francina. Okej, këtë në punë të Matina, tash kena darë në ljetë rata se kush nga bot maturant. Unë jo. Ajë bëse taj, e kanë grish po unë. Shtu që, unë më qyrë dhe të përsen, edhe shihen pas pak. E do robi pak buka. Okej, pra njerës, jam për në shpi, dhe asë sot nuk po vazhdojmë ushtime, për arsye se e kom bot një ndërhyrje pak ma thellë në dhamë, dhe si une këto senet, mëna që me lëndu dhamin më shumë. Edhe për me u rekuperu dhamin më shpejt, duhet me njëri gati, kështu që duhet mos me ushtru edhe sot. Ka një nëmë fatkeqësisht, ama ka tjetra onë shumë fatmirësisht. Se sesh nuk shta më shpejt, kështu që, okej. Okej, pra njerë sot dite gjuma dhe jam që në pejshtot. Jam të editu prankin që më ka bo vizdi muë që mi ka morë qëto 2 monitorat edhe më kam fshef. Sa hoti tash është 8:52. Do më thonë 8 minuta para se më vonon.
e kryta bukën, e kryta kafën, e unë si shpejt edhe tash apet do të më këthin montaj edhe ta në me eksportuar me uploadu. Kështu që nëse është të pëlqyer vlogi i këtu, like and subscribe. Përfundoj dhe editi i prankit që e njerës në mbetë sen tjetër veç ta eksportojmë. Me sa ban market të po hazën në shkun më shumë. Më pëlqen kur ka kështu thënë se ha dhe pipa pare. E ka shtru këtu tavolinën, ku prit musafir, dhe të që thonë ma beti më si asë për musafir, e kam une ane. Kur ta shini këtë video, veç shumë në koment, busni. Ti prank mua. Ti prank mua. Bravo. Bravo. Okej, ma boni prankin edhe është i pëlqyer shumë veç se coming soon shumë shpejt. Jeta ka jam se janë në peu i pesh. Jo, jetë të moment se i vërtava nga flut. Okej, aja shumë se çfarë pranki kam ja. Çelë çamona ku i kena këtu. Kena me të dhënë një reklam për një mishtore, kështu që faleminderit shumë për besimin, edhe që nëse ki biznes e do më reklamu të Hamza TV, atër kontakto në Instagram të Hamza BTG+. Linkin e ki post në description, e na apina që të sot dhe vazhna me gjirin. Edhe një përdu me të thamë faleminderit shumë për besimin, s'ku mujt me inqizu ma shumë për vlog, se jam fokusu të reklama, edhe tash e montazhova reklaman, edhe vazhdojna me vlogin. E kena në vejzën që ati cili u ka shtri është të qëllit, kështu që qëllit edhe do të ditë dhe sa t'i vjerë prejnë këtës qëllit ma. Ajo vazhdoj. Kur vjen punat e mishi freskët, zgjedhja është e thjeshtë. Te mishtoria Dullo gjeni misht e freskët çdo ditë. Misht viçi, qengji, pule e specialitete për skarë. Ajo shihet në vëmendje ndaj detajeve, në çdo prerje të saktë dhe të kujdesshme. Cilësi, freski dhe shije që ndjen në çdo kafshët. Nga duart e mjeshtrit direkt në truezën tuaj, gati për të shijuar. Na vizitoni tek tregu i Xhairit, përballë stadionit të Shkupit. Okej, për një ditë e re dola edhe jam të shutit një baby. Ej, ku Hamza? Ku Hamza? Ja, prova telefoneshin në përmjet ekranit telefonit. Ku Hamza? Ej! Okej, mirë, për që të më se bike shi, edhe normal të ashtë me pru fëmiza ma shpit më rajna, edhe hinë shpe e shoh, diçka nuk ka që shdo. Tani, vinat e kje është në kompjuter, shkajtë bu? Apo të nejtë? Pse ki derdhe ujë në qëllim? Ndo këtë so një bardak? Një bardak? Ndo këtë so ka thej një shishe e gjamit me ujë. A të vesh ka ki vo qëllimi, ko buda? Po plav. Me mgu mu, veç bjen shadet këtë vinë shpijës edhe e krynë këtë mabet. Ko! Shire, për qëtu. Kejt, derit qëtu. Shire sa qilin. është i lakt. Dhe i ke lupa një bardak uj. A ku përshate vlojen. Okej, pra njerëz, edhe fundi me përfundu këtë video, veç pak ta përfundojna, opa, rani kapuq. Ta përfundojna me këtë kapuqin këtu. Fundi me përfundu këtë video, nashta nuk ka dalë një vlog i gallë, ka dalë dikun 9 minuta ose 10, po shpresoj që t'ju ketë pëlqy çdo minutazh. Edhe çati nash aty, u vezi. Nuk e di çfarë, kam e hongër. Ose do të thotë deri atëherë shihemi. Peace out.